Qysh e kishe përshkru veten me pak fjalë? Unë personalisht, ka aspekti i profesional, një poet që shpërthen nga thellësia e shpirtit dhe ushqen shpirtat e tjerë. Nëse nga aspekti kombëtar, paksa i padurueshëm. Pse? Sepse ne shqiptarët e kemi paksa të vështirë me ta menaxhojmë momentin. Ke parasysh, jemi durueshëm 24 orë pa 2 sekonda. Ke parasysh, ata 2 sekonda nuk i menaxhojmë domethënë sa duhet, nuk i japim sa duhet atë qetësinë vetes që ose nuk e paramendojmë sa duhet, nuk po flas vetëm për veten time, se ndoshta për veten time jam tjetër gjë. Unë po flas si realitet shoqëror në mesin e asaj çka quhet Shqipëriu e madhe ose Kosovë ose diçka tjetër. Çka na përfaqëson neve si gjak.